Këtë fundjavë u zhvilluan java e 5 e sezonit vjeshtor në ligën e parë të volejbollit vendor në kategorinë e meshkujve. Ekipi i UGD Shtipi mbetet skuadra vetme e cila ka të fituara 5 fitore dhe 15 pikë maksimale, ndërsa ndiqet nga kampioni në fuqi Strumica dhe Rabotnički. Skuadrat e tovare edhe këtë javë shënuan rezultate jo të mira, pasi ishte Shkëndia e vetmja skuadër që shënoi fitore dhe atë në transfert me Makedonia Gjio në Strumic, duke fituar 1-3 në sete 18-25, 25-21, 19-25 dhe 18-25. Skuadra e Universitetit të Tetovës në cilësinë e vendasit ka pësuar nga Boreci Velesit 0-3, ndërsa Susheva ka shënuar fitore kundër ekipit Liria 3-1. Rezultatet e javës së 5 të sezonit vjeshtor: Strumica Skopje 3-0, UGD Shtipi Janda Volej 3-0, Makedonia Gjio Shkëndia 1-3, Vesna Probi Shtip Rabotnički 0-3, Universiteti i Tetovës Boreci 0-3 dhe Susheva Liria 3-1. Pas javës së 5, tabelën kryeson UGD Shtipi me 15 pikë para Strumicës që ka 13 pikë dhe Rabotničkit me 12 pikë.